polici, por edhe në sport në përgjithësi? Unë po mendoj që me që jeta ka qenë e vështirë, më ka kalit, më ka bë ushtarin me të fortë në botë. Mendoj që jeta ka qenë e vështirë shumë dhe më ka bë ushtarin me të vështirë në botë, që nga atëherë tani asgjë nuk është e vështirë për mua. Unë shkoj me bie me fjetë në ora 24, zgjohem në ora 6, nuk e kam problem fare zgjimin, do thotë kur fillon alarmi unë e fiku me njëherë, do thotë se nuk e lejoj alarmin fare me si ngru, e fiku me njëherë dhe ngritem nga shtrati me njëherë. Gjitha këto sfida në jetë, njeriu në moment vërtet e bëjnë më të fortë, por të gjithë e thuan që disiplina është qelsi, por është e lehtë të thuhet, e vështirë të realizohet. Është varësisht sa është e pjekur në qenjen e personit. Për arsye se për mua personalisht unë po mendoj ndoshta po gaboj, po mendoj që jam i vetmi në botë që unë se kam shiku motin kur. Në telefon nuk e kam shiku kur motin. Për mu nuk është me rëndësi është -20 apo +50. Unë zgjohem, vishem edhe iku në vrapim. Dhe thot, mëngjes, kudo që t'jam, zakonisht sfidat, i kërkoj vetëm sfidat, bjeshte, larta, biciklet, natë, vrapim, vetëm sfida. Ku nuk ka sfid, nuk kam kënaqësi une. Për atë arsye, po them që në përmendoj ai do të me qenë qenjen e personit. Gjithë, shumë e vërtet. Do të diskutojmë pak lëvizjet në karrierë midis policisë dhe sportit. Edhe do të kthehemi shumë mrapa në kohë, fillimisht si polic, ushtar e kështu me radhë. Sfidat kanë qenë shumë të vështira për arsye se pas përfundimit shkollës mesme, unë si gjudist, do thot mund të them më i miri i Kosovës në kategorinë time është dashur me shku në shërbimin ushtarak. Ndërsa treneri kombëtarës Kosovës ka qenë zotëri Hajrullah Tërnava, i cili ka qenë një herë edhe drejtori i shkollës policisë. Edhe po më pyet mua çka ke vendosur tash me shku në shërbimin ushtarak, pastaj më u kthy universitetit. Tha jo, kjo është një hap i gabuar në jetë, unë po mendoj që do ishte më mirë me fillu me ardhe edhe një herë në shkollën e mesme të policisë, me kry shkollën e mesme të policisë 2 vjet, vitin e 3 edhe 4, edhe pse kisha kryer një shkollë mesme. Pastaj tha gjithë asaj kohë ke mundësi edhe më marr me judo, me stërvit, ndërsa nëse shkon në shërbimin ushtarak do ta kesh ndaluar. Edhe unë pajtova me mendimin e tij, vazhdova edhe një shkollën e mesme të policisë edhe që nga atëherë ngela në polici. Si kanë qenë për ty gjithë këto vite? Kanë qenë të vështira për arsye se pas përfundimit të shkollës policisë kam punu një vjet njësi speciale, me pastaj më kanë dërguar si punëtorin më të mirë në Akademinë Ushtarake në Beograd. Atëherë 4 vite kam qenë izoluar në akademi, vetëm shkencë, asgjë tjetër. Sportin e kam pas ndaluar, jo marr me sport vetëm për veten time që ta mbaj formën time normal. Pas përfundimit të akademisë kam kthy përsëri judos dhe pastaj kam shpërthy në arenën e Jugosllavisë, do thotë kam qenë garuesi pothuajse më i mirë në kategorinë 60 kg. Çfarë trajtimi ke pas në atë kohë, zotri Anton, sidomos në Akademinë Ushtarake? Në Akademinë Ushtarake trajtimi ka qenë jashtëzakonisht i vështirë për arsye se ne si shqiptarë kemi pas vështirë me mbietu atëherë, mirë po me qenë unë kam qenë kampion në judo, nuk e kam pas problem mu ballafaqu me sfidat e tyre. Sepse ata çdo herë i kanë kërkuar akademcat e dopt që kanë qenë. Unë çdo herë kam qenë luftarak. Ekselent. Edhe luftarak kam qenë. Do thotë që kam pas frikën aty në Jugosllavi fare, më zgju 15 në akademi, kam fillu ushtrimet e mia ditore, ndërsa në ora 6 kam fillu me ata invalid 1 2 3 4 me ushtrime. Pothuajse për invalid. Ata kanë pa që unë jam i fortë në jetë. Kam fillu në 5 vrapimin, e kam përfunduar në 6. Në 6 e kam fillu me ata pastaj. Vrapimin edhe orarin e jetës. Pjesën e dytë. Pjesën e dytë me ta. Edhe në Akademi Ushtarake 365 ditë jam zgju 15 edhe kam fillu në 6 me ta. Gjatë 4 viteve, do thotë. Nuk jam dërzu asnjëherë dhe ata kanë pa që unë jam desha pas deshte një qik me ngritur se ta. Ka pas ndonjë moment kur të kanë keq trajtu? Po ka fillu, një kohë ka fillu sigurimi shtetëror, sa atëherë kanë qenë trazirat e 87.